Në shpjegimin e hartës, shkruar në anglisht, lexohet tekstualisht Islamic State of Albania, pra shteti islamik i Shqipërisë. Shikoni me kujdes këtë hartë të Shqipërisë, të gjetur vitet e fundit në librarinë e Kongresit Amerikan. Është një hartë që i ka shërbyer mbledhjes sekrete të Londrës të 26 prillit 1915 për të ricoptuar një Shqipëri të cilën e kishin sakatuar edhe 2 vjet më parë. Pjesa me ngjyrën rozë në veri, e emërtuar Lugina e Drinit, ku përfshihen Malësia e Madhe, Shkodra, Lezhë, Tropoja, Kuksi dhe Peshkopia, i është dhënë Serbisë dhe Malit të Zi. Mëtej pjesa me ngjyrë jeshile të hapur, që nis me Luginën e Lumit Mat, ku përfshihen Mirdita, Puka dhe Mati, i jepen eventualisht Serbisë dhe Malit të Zi. Në jug, pjesa jugore e Lumit Vjos, Trekëndshi, Vlorë, Tepelen, Himar, i jepen Italisë, ndërsa pjesa në ngjyrë blu, ku përfshihet Korça, Përmeti, Erseka dhe Saranda, janë dhënë Greqisë. Pjesa më interesante është ajo që fuqitë e mëdha kanë llogaritur që të përbëjë shtetin e zvogëluar shqiptar, të projektuar si protektorat italian. Ky mini-shtet do të përfshinte zonat e Krujës, Tiranës, Elbasanit, Pogradecit, Skraparit, Beratit dhe Fierit. Në shpjegimin e hartës, shkruar në anglisht, lexohet tekstualisht Islamic State of Albania, pra shteti islamik i Shqipërisë. Ballkani ishte një fuqi baruti gati për shpërthim. Siç tregohet edhe në këtë punim të publikuar në një gazetë gjermane që pasqyron masakrat serbe në Prizren, Shqipëria gjendej në mes të 4 udhëve dhe e rrezikuar të masakrohej nga fqinjët. Por serbët, edhe pse të bezdisur nga shqiponja me 2 koka, kanë dalë edhe në Bregdetin e Durrësit, siç tregohet edhe në këtë grafik të publikuar në revistën britanike javore të humorit dhe satirës Punch. E njëjta revistë, një vit më pas, e sjell me këtë kompozim pozitën e Shqipërisë. Bëj si bëj unë dhe pretendo se nuk i dëgjon shpërthimet, është këshilla e nënës Europë.